Një patriot duhet jetë për herë i gatshëm të mbroj shtetin e tij nga qeveria e tij. Shteti është i përhershëm, qeveria është e përkohshme. Çdo e keqe buron nga tirani. Tirania është sundimi i pakicës mbi shumicën dhe askush nuk e ka ushtruar me drejtësi pushtetin e fituar me poshtërsi. Kombi i deleve prodhoi qeverinë e ujqërve, ne u bëm dele dhe këta u bën ujqër. Por për një popull që fle, mbi të zgjohen tiranët. Ndaj të zgjohemi dhe mos kërkojmë vetëm nga Zoti dhe ndërkombëtarët. Zoti nuk do ta ndryshojë kurrë gjendjen e një populli nëse ai nuk përpiqet të ndryshojë gjendjen e tij. Dhe të huaj nuk do të na presin, nëse ne nuk jemi dalzotës të vendit dhe armikut t'i japim datë. Sepse çdo komb çlirohet me përpjekjet e veta. Prandaj fati i popullit tim është fati im. Kujdes, fati i buzëqesh vetëm guximtarëve dhe kur nuk është arritur ndonjë gjë e madhe pa përpjekje të mëdha. Sklevrit e lumtur janë armiqt më të mëdhenj të lirisë. Për zogjt e rritur në kafaz, fluturimi është smundje. Prandaj një thirrje kam edhe për ty o mercenar, që pështyn gënjeshtra e propagandë për natë në për ekranet televizive. Shpirtin me bukë mbaje, por mos e bëj leck dinjitetin atë dheut. Sepse ne nuk po vuajmë vetëm nga dhuna e Ramës, por ne po vuajmë edhe nga heshtja e të mirëve. Prandaj, më mirë zbathur se sa këmbët në një kpucë. Shqipëria është një vend aq i korruptuar, sa që të quaj njëri të mirë vetëm duke mos bërë keq. Prandaj mos u mbyt nga e keqja, por ta mbysim të keqen me të mirë dhe mos vdis para se të prek plumbi. Çdo pushtet që shkel ligjin nuk quhet qeveri, por quhet mafia. Në një ekip mafioz nuk ka dashuri, por qëllime të përbashkëta. Historia na ka mësuar se mafia i zgjidh problemet me vrasje. Do ta shohim. Rama apo Balluku? Nuk di se këtë zgjedhësh në shportën me kumbulla dhe darth të kalbura. Të zgjedhësh djalin apo vajzën që tradhtuan atë dheun dhe si deshi as nëna e vet. Ruajnë në asaj dite kur prisi i një vendi të jetë më i prishuri e më i mjeruari në mesin e njerëzve me autoritet. Prandaj do ngrihemi derisa delet të bëhen ujqër. Prandaj jemi mbushur me zemrimin e të madhit Zot, sepse nuk po duroj më. Zoti qoftë me ne. E tregojmë zemrimin me thirrjen Rama ik! Rama ik! Me kohë të pesë fishuara, Edi Rama ndërtoi disa rrugë gjatë 12 viteve në pushtet, të cilat më të drejtë janë quajtur rrugët e Florinta. Edhe pas qindra miliona eurove të hedhura në to, rrugët e Ramës janë prishur dhe shembur, dhe madje me rrezik për jetën e udhëtarëve. Nderuar profesor Berisha, nderuar deputet, vëllezër, motra, çdo vendim i madh fillon me një të vërtetë të thjeshtë. Kur më ftuan të flisja në protestën e sotme, më erdhën shumë gjëra ndërmend. Mendova të flisja për shifrat, për ekonominë, për politikat. Por kam vendosur mos të jem as si politikan i ri dhe as si një pedagog, por kam vendosur të jem si një djalë Tirane. Kam vendosur të jem këtu si një qytetar i Tiranës, qyteti ku unë, babai im, gjyshi im, sërgjyshi im u rritën dhe jetuan këtu. Sot jam kokullur dhe zemër thyer, dhe mbase ky është realiteti dhe për një pjesë prej jush. Kokullur sepse çdo ditë ka gjithnjë më pak student në për auditor. Zemërthyer teksa shoh popullin tim të varfërohet. Jo se Shqipëria është e varfër, por sepse është e vjedhur dhe vidhet çdo ditë. Jam këtu si një burr i ri, që nuk arrita t'i mbroj shokut e mi nga zbimi i pushtetit. Shumica nga shokut me të cilën ndava ëndrat nuk janë më këtu. Nuk ikën se nuk e donin Shqipërinë. Ikën sepse Shqipëria e tyre u pushtua nga një mal që u zinte e frymën, dhe unë nuk arrita t'i mbroj. Sot jam këtu si bashkëshort, si një burr që nesër do të bëhet baba, dhe pyes veten çfarë vendi po përgatis për fëmijët e mi. Jam këtu si përfaqësues i një brezi me ëndra të thyera, si një brez që ju imponua ikja, si një brez që ju imponua dorëzimi, si një brez që ju imponua heshtja. Por sot jam këtu për një arsye, sepse ka ardhur koha e betejës finale. Të dashur miq, sot ne kemi një mal përpara.
kemi një mal që na ka zënë frymën. Një mal i ndërtuar me tulla droge, me beton frike dhe me heshtjen tonë. Një mal që rritet sa herë qytetarët dorëzohen. Një mal që rëndohet sa herë intelektualët heshtin. Dhe ky mal na mbyt sa herë ne ulim kokën. Ky mal forcohet sa herë ne themi nuk bëhet ky vend. Ky mal bëhet i pathyeshëm vetëm nëse ne qëndrojmë të ndarë. Ky është mali i kapjes së shtetit. Ky është mali i narkoshtetit. Është një mal i ndërtuar me krim, me parat pista, me rrugë të florinta, me afera dyshimta, me frikë dhe me heshtje të blerë. Ky është mali i degenerimit që kërkon të sklavëroj bijtë tanë. Është mali i ligjit barazisë gjinore, ligj që kërkon të mësoj djemt tanë 4 vjeçar se kanë lindur në trupin e gabuar. Mali i ligjit që synon shkatrimin e familjes tradicionale. Mali i ligjit që kërkon vajzat adoleshente të abortojnë pa dijenin e prindërve të tyre. Është mali i ligjit që burgos për fjalën e lirë dhe të dënon për besimin në Zot. Është mali i ushqimeve të pakontrolluara. Është mali i mungesave të ilaçeve. Është mali i gjyshërve dhe nënave që përmbyllin jetën pa dinjitet. Miq, ne duhet ta lvizim malin bashkë. Sepse ky mal nuk lëvizet nga një njeri, lëvizet nga një popull që është zgjuar, lëvizet nga studentë që nuk ikin, lëvizet nga prindër që nuk dorëzohen, nga të moshuar që refuzojnë të harrohen. Ky mal sot ka përballë popullin shqiptar. Një popull që themi të vërtetën është i lodhur, është i varfëruar deri në pafuqi, por jo i thyer përfundimisht. Ne jemi këtu për të rrëzuar gigantin e narkoshtetit. Jemi për të rrëzuar qeverinë e krimit. Dhe sot ne po i flasim malit dhe po i themi lëviz. Nga rrënjët, lëviz. Nga themelet, lëviz. Nga vendi yt, lëviz. Dhe ne do ta lvizim të mal të lartë, sepse jemi të gjithë bashkë. Dhe ne nuk jemi turm, por jemi përfaqësi. Përfaqësimi i familjeve pa shpresë. Përfaqësimi i pacientëve që janë të trajtuar si klientë. Përfaqësimi i pensionistëve të braktisur. Pensionistit të rinjve që nuk gjejnë vend në vendin e tyre. Dhe duhet themi mjaft. Duhet themi mjaft. Mjaft me një shtet të kapur. Mjaft me zgjedhje të diktuara nga krimi. Mjaft me një qeveri milionere mbi kurrizin e një populli të varfër, sepse ne nuk po kërkojmë në mosh, kërkojmë drejtësi. Nuk kërkojmë kaos, kërkojmë qeveri teknike, që t'i kthejmë votën popullit, sepse pa votën e lirë nuk kemi shtet, kemi sklavo pronar. Ata thonë se mali nuk lëvizet. Propaganda thotë se ne nuk mund t'ja dalim. Dhe sot, Goliathi nuk mban për krenare. Vishet me kostum, jeton saraje luksi, komandon median, drejton bandat. Por ata harrojnë një gjë, që kur populli bashkohet, ai kthehet një ortek që nuk mund të ndalet. Të dashur miq, eja të lëvizim malin, jo nesër, sot. Jo për një parti, po për shtëpitë tona, për fëmijët tanë, për Shqipërinë tonë që na takon. Eja një të lëvizim malin e korrupsionit, malin e frikës, malin e heshtjes, sepse kur një popull ngrihet me ndërgjegje, asnjë mal nuk është i palëvizshëm. Ne jemi gjenerata që do të shkull degeneratën. Ne jemi ata që do të largojmë nga Shqipëria Epsteinin shqiptar. Ai që korruptoi ambasadat dhe shiti atë dheun. Ai bëri Shqipërisë atë që s'ja bëri asnjë pushtues. Dhe sot ka një mesazh për gjithë socialistët që po na ndjekin. E di që dhe juve ju ka ardhur majt hundës. E di që dhe juve ky mal ju ka marrë frymën. E di që dhe juve ky pushtet ua ka përzon fëmijët. Por ky pushtet është pakica dhe ne jemi populli. Edi Rama, ik përpara se të shkull populli. Ky është muaji i fundit i dimrit të gjatë të errësirës, sepse pranvera e shpresës po vjen. Hygoj ka thënë, edhe nata më erë do të mbaroj dhe dielli do të lind përsëri. Po më lejoni që të bëj një deklaratë këtu përpara jush, që dielli nuk do të lind njësoj për të gjithë. Dielli do të lind përsëri për ata që duan Shqipërinë. Dielli do të lind përsëri për ata që duan të ndërtojnë të ardhmen e tyre me punë këtu. Dielli do të lind përsëri për ato familje që sot sakrifikojnë gjithçka për të edukuar dhe rritur fëmijët e tyre këtu. Dielli do të lind përsëri për studentët që refuzojnë të ikin dhe për ata pensionistë që refuzojnë të harrohen. Miq, nata e tyre po mbaron.
mali i tyre po dridhet, sepse agimi i këtij populli po vjen, sepse çdo gjigant bie kur populli refuzon të ketë frikë. Ne do ta lvizim këtë mal dhe do të jetojmë të lirë. Ky është muaji i fundit i dimrit, të gjatë errësirës, pranvera e shpresës po vjen dhe ne nuk do të përkulemi, nuk do të largohemi, ne do të qëndrojmë dhe me ndihmën e Zotit ne do të fitojmë. Ne do të fitojmë. Zoti e bekoft Shqipërinë, Zoti i bekoft shqiptarët, Zoti i bekoft njerëzit e lirë të vendit fitore. Patjetër që jemi shumë, është bulevardi plot, as shiu nuk na ndali. I ndesim dritat e telefonave që ato mete që paguhen nga parat e shumta të inceneratorëve, të tuneleve të llogaras, të mos e tregojnë dot, as mos ta fshehin turben e madhe që jemi. Jemi shumë. Rama ik! Rama ik! Jemi shumë. Rama ik! Sali Berisha ka ngulmuar që në fillim se pas Beqajt, Tahirit, Veliajt dhe tani së fundmi edhe pas Ballukut qëndron ai, Edi Rama. Ky insert i shkurtër artistik sugjeron pikërisht këtë gjë. E ndjekim.